A është gjuna të festohet vjetori i nikahut? Ne në Islam nuk festojmë vjetorët e martesës. Nuk i festojmë. E falenderojmë Zotin për mirësinë që na ka dhënë ai, edhe jeta vazhdon e lumtur. Inshallahu Taala, dhe nuk ka pse të bëhen festime të tilla. Festat Islami ka kufizuar në 4. 1. Kurban Bajrami, 2. Fitr Bajrami, 3. Dita e Xhuma, 4. Kur martohesh. Këto festohen në Islam, ndërsa festat e tjera në Islam nuk ka, dhe ka një rregull shumë të bukur për festimet në Islam. Islami nuk i njeh përkujtimoret si festa. Është rregull. Islami nuk i njeh përkujtimoret si festa. Përkujtimoret si festa është traditë jo islame. Përkujtimoret si festa janë traditë jo islame.